Zëri misterios që dëgjonte Roxy i çoi vajzat në një fermë. Këtu vajzat gjetën një rreth të bardhë, një objekt që gjuetarët e zanave e kishin frikë. Duke pritur të zbulonin sekretin e saj, Winxat dhe specialistët marrin pjesë në koncertin e muzës, ku dikush nga publiku ka plane të mëdha për të. Ne e dim çfarë duam të bëhemi magjistarët më të fortë në botë. Jemi vetëm një hap larg fitores, sepse kur të kapim zanën e fundit në tokë, më në fund do të kemi pushtetin për plotësuar të gjithë dëshirat tona. Pra bëni dhe një përpjekje të fundit, miqtë e mi. Mos u shpërqendroni dhe lërni magjinë e vendodhjes të kryej punën e saj. Pastaj do të na shfaqet rrethi i bardhë. Rrethi i bardhë. Mendoni për rrethin e bardhë, rrethi magjik i zanave. Ne menduam se i shkatruam të gjitha, por e kishim gabim, sepse ka ngelur edhe një zana e fundit në tokë, Roxy. Energjia që ka ajo është shumë e madhe dhe kjo përbën një rrezik të madh për ne. Shfaqe veten rrethi i bardh, na trego ku je, kështu mund të të shkatrojmë. E di çfarë, Stella, nuk mendoj se rrethi u krijuaj që kafshët tona vetëm të luanin. Sigurisht që jo, por shiko se shumë të kënaqen. Pra Muza, çfarë mendon për atë letrën që të dha Jason Quinn? Nuk e di, por shpresoj që fjalët e tij të jenë të vërteta. Ti ke një zë shumë të veçantë. Nëse do, unë të bëj një yll firmosur nga Jason Quinn, producent muzike, dhe ja telefoni i tij. Po sikur të jetë një nga ato shakat e djemve. Nuk duhet të mendojmë kështu. Muza ka një dhunti të madhe, zërin e saj. Po, ke të drejtë. Por sërish nuk di çfarë të bëj me këtë letër. Muza ka vetëm një mënyrë për të zbuluar të vërtetën. Unë e njoh kompaninë Quinn të muzikës dhe kjo është një mundësi shumë e mirë. Ti duhet kesh besim tek vetja jote, Stella. Telefonoj, pra merre. Mirë po, largoni ato buzëqeshje nga fytyrat tuaja. Çfarë ke që shikon? S'ke gjë më të mirë për të bërë? Vazhdo, Musa. Alo, zoti Quinn? Alo, jam unë kush? Unë Muza. Vajza që dëgjove duke kënduar tek bari Fruti Muzik. Ju kujtohet? Ai më mban mend dhe doj që të thras Jason. Një audicion? Jeni sigurt, zoti, dua të them Jason? Kjo është fantastike. Po, sigurisht që kam një laps. Të gjithë kanë një laps në dorë kur bëjnë një telefonat të tillë. Po, e shënova. Atëherë shihemi së shpejti. Po, faleminderit, edhe unë mezi po pres. Pra? Ai do që unë të bëj një audicion. Ai më tha se i pëlqen zëri im, s'mund ta besoj. Në fakt duhet ta besosh dhe duhet të organizohesh që të jesh në kohën e dur. Por ma lër mua. Alo, Andy? Ç'kemi, jam Blumi. Unë doja të kërkoja një nder. Jepi forca, Muza. Pra, si është ti jesh zana e fundit në tokë, nuk më thua? Nuk e di me siguri. Deri dje isha një vajzë normale me një jetë të qetë. Pasi erdhët ju Winxa, gjithçka ndryshoi. Po ne nuk bëm asgjë të madhe, Roxy. Magjia ka qenë gjithnjë brenda teje dhe kjo të bën një person të veçantë. E di, por puna është se unë nuk dua të jem një person special. Dhe shoku im i ngushtë është dakord apo jo, Artu? Askush nuk e ka zgjedhur të jetë zan, Roxy. Ti do të kalosh kohëra të vështira dhe kjo do ta vërë në provë guximin tënd. Po ti e vajzë e zgjuar, unë e di, e ndjej këtë. Tani dëgjoj. Merre këtë. Unë nuk jam e sigurt që e dua. Ky rreth të përket ty, është i lidhur me të shkuarën dhe me të ardhmen tënde. Dhe nëse ti do, ne mund ta zbulojmë bashkë sekretin e tij. Ti je një prej nesh tani.
Ajo atje është e dashura ime, ose të paktën kështu mendoj. Nuk më pëlqen që të gjithë djemt i rinë rrotull. Endi është vetëm një shok i mirë. Ai po e ndihmon Muzën të realizojë ëndrrën e saj, dhe ti më tepër se gjithë të tjerët duhet ta vlerësosh këtë ridhem. Ç'kemi Jenny? Mund të sjell pijen tënde të preferuar me lule shtrydhe? Aha. Ja ku e ke. Tani e kupton se si ndihesh. Ç'kemi Nabu? Helia? Më duket mua apo pas ka një ndjenjë xhelozie këtu? Duhet thjesht magjistar për ta kuptuar këtë. Vetë fytyra e Rivenit flet qartë, po shkoj të flas me të. Po ti Blum çfarë bëre? I zgjidhe gjërat me Skyn? Po Helia, kështu mendoj. Shikoj ata djem, për ta muzika që nga gjithçka, ashtu si dhe për Musën. Duket qartë që merren vesh mirë. Këtu s'ka asgjë të keqe. Është e vërtet, ti ke të drejtë. Duhet të flas me Skyn për këtë. Hej, djema, ku keni qenë? S'las vend pa ju kërkuar. Një konkurs surfi do të filloj këtu para barit Fruti Muzik dhe ju duhet të merrni pjesë me çdo kusht, apo jo? Pse jo? Kam ca kohë që nuk jam marrë fare me surf. Po do shihemi më vonë Blum. Po Sky, shihemi më vonë. Ç'po ndodh Riven? Kohët e fundit Muza është bërë indiferente. Ajo është e interesuar për gjëra të tjera, njerëz të tjerë, më duket se nuk do t'ja di më për mua. Ajo ka nevojë për muzikën dhe miqtë e saj, por mbi të gjitha për ty. Ti nuk do që ta zgënjesh apo jo? Faleminderit për ndihmën, por kam nevojë të rri vetëm për pak kohë. Kur do duash të flasim për këtë gjë, e di ku të më gjesh. Hey, po shiko pak. Çfarë? Po ecën mirë Brandon. E di çfarë Brandon? Preferoj më mirë dragojnë. Mos thuaj asnjë fjalë. Çfarë ke Blum? Probleme me Sky? Jo me Skyn, vetëm se nuk më pëlqen fare sjellja e micit. Atëherë pranoje, ti je xheloze dhe duhet të jesh. Thonë se xhelozia e mban gjallë interesin. Ky është problemi yt, Stella. Askujt nuk i pëlqejnë telashet. Po pse telashet na ndodhin gjithnjë neve? Shikoni pak atje. Ç'kemi Blum? Ç'kemi vajza? Erendor, madhëria juaj. Është një kënaqësi që ju kemi këtu. Mbreti Erendor bëri një rrugë të gjatë për të ardhur deri këtu dhe të flas me mbretin e tij, domethënë me djalin e tij Skyn, dhe unë mendova ta sill këtu. Po babi, ti bëre gjën e duhur. Ku është Sky? Ku është djali im? E kam kërkuar në Sparks, në Magix edhe këtu në Gardenia. Detyra e tij si sundimtar po bëhet më e vështirë. Ai nuk mund të shmangët përgjegjësisë që ka. Po mendoja, po sikur Erendori të zbuloj se i biri është një kamarier në barin Fruti Muzik, do kemi ca telashe apo jo? Oh, jo. Përpiqu ti tërheqësh vëmendjen e Erendorit dhe na lin ne të merremi me leje madhëri? Ne kemi një punë që s'mund ta shtym. Po. Roje, ndalojeni këto vajza. Po ta përsëris pyetjen Plum. Ku është Sky? Kjo është një histori e gjatë, madhëri. As mua nuk më pëlqen kjo Artu, çfarëdo që të jetë. Po e rëndësishme është që të përballemi me frikën. Roxy. Roxy, më dëgjoj. Ky zë po vjen nga rrethi. Çfarë po ndodh? Ti vajzë më çliro. Nebula ka shumë kohë që është e përgosur. Më lësho, unë nuk dua ta bëj. S'është më e rëndësishme se çfarë do ti. Më në fund, pas kaq shekush, Nebula është e lirë. Dhe akmarrja kundër gjuetarëve të zanave do të jetë e imja. Është radha jote rrethi magjik, më çdo të ogronit dhe të magjistarët e tjerë. Atëherë Blum? Madhëri, problemi është se unë nuk di as nga t'ja nis. Çfarë? Vajza, tani duhet të ikim. Stella, çfarë ka? Roxy është në telashe, ndjej një energji negative te ajo. Është diçka që s'e kam ndier më parë.
Kishit një publik e mrekullueshëm, faleminderit shumë. Roxy, dëgjon njerëzit, na pëlqen shumë. Çfarë, mos papritur u bëra e padukshme? Roxy, prit! Diçka e çuditshme po ndodh këtu, vajza. E di, Muza, Roxy ka nevojë për ne. Wings Besimix! Besimix! Mund ta lëm të largohet. Wow, që kur kam mësuar të fluturoj kështu? Hej, por ne mund të tregojmë më të shpejt se ajo. Kemi krahë speciale. Po për çfarë po flet? Gjithçka është e shkruar në librin e zanave. Stella ka të drejtë. Fuqia e Besimix na dha 3 palkrah të ndryshëm. Dhe krahat Shpejtësix janë krah për të fluturuar me shpejtësi të madhe. Wings Shpejtësix! Kjo. Ja ku jemi. Rrethi i bardhë më çoi të shenjestra ime. Ky është fundi juaj, gjyqtarët e zanave. Kishe të drejtë, Gantlos. Rrethi erdhi vetë tek ne. Anagan, tregoj vajzës çfarë di të bësh. Me kënaqësi. Tani do ta provosh fuqinë time. Ajo shkoj tek magazina. Le të shkojmë. Tuman, Gantlos, kujdes nga ajo zan. Fuqitë e saj janë shumë më të mëdha nga sa mendoja. Do merrem unë me atë. Mos mendo ta lëndosh Roxy për sa kohë Wingsat janë këtu. Wingsat, sa me fat, mund t'i heqim qafët të gjitha zanat bashk. Ju vajza meritoni një duar trohytje të fortë. Roxy, fshiu, do merrem unë me ta. S'mendoj kështu. Kam shekuj që pres këtë moment. Fuqia rrethit të bardhë po më dobëson. Hej, po Roxy, çfarë problemi ka? Ajo është ndryshe, duket sikur është bërë një person tjetër. Vajza, kujdes! Muri plazmos! Është shumë i fortë. Buroja nuk do duroj dot. Me që po flasim për fuqi, çfarë mendoni për këtë? Jehon magjike! Do ta paguash për gjithçka na bëre mua dhe motrave të mia. Unë kam kapur qindra zana, nuk kam frikë nga ty. Zemra e dragoj! Eklipsi gyfist! Mi lër mua, isin e fat që parë që na kapën pamendje. Kujdes, je ende shumë i dobët. Trëndafili dimrit! Energjia rrethit të bardhë është shumë e fortë edhe për mua. Teknosho! Le të largohemi që këtu. Pse? Mundim. Rrethi magjik e bën shumë më të fortë. Nuk jemi gati për ta fituar këtë sfidë. Ku mendon se po shkon? Nuk kam mbaruar ende me ty, ogro. Mos u shqetëso, do takohemi së shpejti. Ata u larguam dhe ky është faji juaj, vajza. Unë nuk po e njoh me atë.
E di, edhe unë mund ta ndjej. Është fuqia e rrethit ajo që e ka ndryshuar. Shikoja një syt, se si ka. Shihet akmarrja në sytë e mi. Roxy ka një energji të fortë negative që vjen nga ty. Të lutem na e kthe rrethin magjik. Rrethi i përket Nebulës tani dhe për gjithnjë. Nebula, e kam dëgjuar këtë emër. Ishte në librin e Ju zonave. fut në mes të akmarrjes sime dhe do t'i paguani pasojat. Duhet ta kundërshtojmë energji negative dhe të marrim kontrollin mbi Roxy, por nuk duhet ta rrezikojmë atë. Ne do përdorim burojat tona mbrojtëse. Ekrani Sonic! Kjo duhet mjaftoj. Por çfarë po ndodh? Asgjë nuk po ndodh, vogëlushe. Fuqia ime tani është më e fortë se kurrë. Duhet i bashkojmë fuqit tona, të aktivizojmë konvergjencën magjike dhe fuqit tona mbrojtëse. Buroja e flak! Unaza e praverës! Buroja e Siriusit! Pllaka mbrojtëse! Ekrani Sonic! Muri plazmas! Asajrat fikët! Është shumë e lodhur që të përballi me magjestarët ju desh të përdorte gjithë energjinë e saj. Por të paktën energjia negative që e kontrollon të u zhduk. Unë do të përdor fuqitë e mia shëruese që ajo të ndjehet më mirë. Forca e jetës. Çfarë ndodhi? Do ta shpjegojmë më vonë, Roxy. Tani e rëndësishme është se je mirë. Nuk më kujtohet asgjë. Po, çfarëdo që të ketë ndodhur, ju faleminderit të gjithave. Po jemi apo nuk jemi shoqe? Dhe mik i mirë është ai që të gjendet pranë. Kur do të vish në vete Sky? Froni e Heraklionit po të pret dhe çfarë bën ti? Vetes gjodha të detyrë. Përshëndetje të gjithëve, humbëm gjë. Dhe ti vjen këtu në Tokyo, shërben njerëzve dhe merr pjesë në konkurse të kota. Po ti je mbreti e Heraklionit, mos harro këtë. Baba, më mori shumë malli për ty. Ç'kemi Roxy? Çfarë po ndodh këtu? Keni organizuar një ballo me maska pa më thënë asgjë? Roxy, çfarë ka ajo? Kjo eksperiencë ishte një provë e vështirë. Duhet të flas me të sa më shpejt jetë e mundur. Duhet të riparosh shumë gjëra, biri im. Në fillim duhet të marr vulën mbretërore. Kur të kthehesh në shtëpi do të bëhet përsëri e jotja. Deri atëherë po kujdese mua për të. Po, mi që po flasim për vulën. Çfarë do të më thuash për vulën tonë mbretërore? Mos e humbe, ta bodhën, apo mos ja ke dhënë kujt në shkëmbim të pasurisë. Le të themi që i afruar shumë asaj që ka ndodhur. Si mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, zoti. Ju keni diçka që duhet ma riktheni. Më saktë bëhet fjalë për vulën e Heraklionit. Mjaftojnë këto kurrë për ta paguar. Që ka të çmuar. Po nuk ma hidhi dot. Mos është shaka kjo. Ku është kamera? Dyshon në fjalën time ky njeri. Mendoj se po, baba. S'mund ta lëm kështu, ky njeri duhet të ketë besim tek ne. Ishte shaka e bukur, po më falni tani po i kthehem punës. Zemër e lirë. Hape shpirtin tënd dhe beso në magjinë e zemrës tënde. Nëse do të besosh, zemra jote do të bëjë gjithë zgjedhjen e duhur. E di ç'duhet të bëj. Të lumt, Muza. E përdora shumë bukur magjinë e besimix. Ja ku e keni, zotri. Shumë mirë. Këto kurrë të çmuar janë për ty, biri im, dhe për shokët e tu. Nëse do të rrish më gjatë në këtë botë, do të ndihmojmë të kesh një jetë për të qenë. Faleminderit baba, ta them edhe në emër të shokëve të mi, por ne nuk mund të pranojmë, sepse i ndoqëm vajzat në këtë botë dhe tani duhet të jetojmë sipas rregullave të këtij planeti. E di çfarë, Sky. Sot ma konfirmove se je vërtet një trashëgimtar i denj. Ndonjëherë je pak i nxituar, por je trim dhe bujar. Atëherë bëj ç'të duash. Do të shihemi më vonë, birë. Jam shumë krenare për ty, Sky. Edhe pse ndonjëherë zemërohesh me mua? Më pëlqen kështu siç je, dhe sot kemi shumë gjëra për të festuar. Si thoni për një festë të shtëpia, vajza, a? Si thoni çuna, ju pëlqen një miks frutash përgatitur nga mbreti i shijes? A nuk ishe ti mbreti i Heraklionit? Mos nuk po kuptoj gjë unë. Ngadalë na buna, lër edhe neve të tjerëve ndonjë gjë. Për të tjerët, unë kam sy vetëm për ty. Ti laj dhe unë po i thaj. Shumë e thjesht, unë them që të bëjmë të kundërtën. Mirë, atëherë ndajmë për gjysmë. E di, Flora, njerëzit në tokë po fillojnë të më duken interesant çdo ditë më shumë. Edhe mua kështu më duket, Helia. Jam shumë e lumtur që je këtu me mua dhe për momente që po kalojmë bashk. Hej, hërushi jot që nga shumë i bukur. Kështu mendon ti, Riven? Mua më duket i adhurueshëm. Hej, kjo është këngëtarja më e mirë në botë?
Për fat të keq, kështu mendojnë vetëm shoqet e mia, sigurisht. Jo, Muza, e ke gabim. Unë nuk e besoj, vetëm se ndonjëherë nuk shprehe mirë. Mendoj se zëri yt është vlerësuar më shumë. Shikoje këtë. Wow, sa vizitorë që kemi! Kjo muzikë, po jam unë! Po kërkoja një ide për të përmirësuar faqen tonë të internetit dhe regjistrova këngët e tua dhe funksionoi për mrekulli. Tekna je mrekullueshme. Mirë, por nëse më shtrydh pak më shumë, duhet të gjeni një zan tjetër për teknologjinë. Po çfarë po ndodh kështu me ty? Kur e do dikë, ndonjëherë mjafton një fjalë për t'i zgjedhur disa gjëra, ose për t'i ndërlikuar. Është e vërtet. Atëherë ndoshta është më mirë të mos flasim fare. Në episodin e ardhshëm, fuqia e Besimiksit prek zemrat e njerëzve të Gardenias. Wingsat bëhen gjithnjë e më të fuqishme. Musës i bën një ofertë mrekullueshme një producent muzikor, por Riveni nuk lumturohet dot për të. Jeta është e bukur, dhe çdo